Jo, një individ ka vënë në rresht një parlament të tërë. Është akoma opcion brenda grupit parlamentar Partisë Demokratike kushtëzimi i raporteve me parlamentin apo edhe radikalizimi i qëndrimeve të deputetëve të Partisë Demokratike? Të gjitha janë mundësi dhe opsione. Të gjitha. Puna është që ato duhen përdorur jo për fasad, jo për show, duhen përdorur për gjëra esenciale që duhen. Unë mendoj që energjitë e Partisë Demokratike duhet të fokusohen në gjëra strategjike që do i duhen opozitës shumë shpejt. Përveç garës së shpejt Tiranës, që do flasim. Ato do flasim më vete për Tiranën. Për strategjinë se si do dalim nga kjo situatë. Patjetër që nga bojkotet tonat më parshme, ndoshta nga lufta në shumë fronte, nga lufta e brendshme, nga shumë gjëra, ne kemi humbur mënyrën strategjike se si mund të jetë gara e barabartë. Gara kurse jetë e barabartë, po paktën në letra, në formulë të jetë e barabartë. Në praktik dihet resurset e partisë shtetë, e krimit etj. etj. Ne patjetër na duhet një reformë territoriale ku duhet decentralizuar dhe jo centralizuar. Nuk ka pikpyetje për centralizim më i madh, atëherë edhe më e pabarabartë bëhet. Nuk ka pikpyetje për marrjen pjesë në komisionin e posaçëm parlamentar të reformës territoriale apo jo? Nuk ka më bojkot nga kjo opozit. Kjo opozit duhet strategjikisht marrë pjesë të ngrej faktorin ndërkombëtar që të rrisi presionin për të imponuar për gjëra të arritshme dhe të drejta. E bëra këtë pyetje se ende nuk keni çuar emrat e bashkëdrejtuesve për Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe atë territoriale. Nuk do ketë bojkot në asnjë mënyrë. Por ne tani duhet arrim atë që kemi humbur në 2014-ën, atë që kemi humbur në 2019 dhe 2020-ën, pra që do thotë decentralizim të pushtetit vendor dhe patjetër koalicionet parazgjedhore të zgjedhjet e përgjithshme, në mënyrë që mos të ketë më nevojë në siglën e Partisë Demokratike të vinë dhe parti që duan tregojnë forcën e tyre dhe nëse janë koalicion me ne. E vërtet. Dhe kushtet patjetër për zgjedhjet e ardhshme kurdo që të jenë, për standardet i zgjedhjeve të jetë drastikisht më i përmirësuar ose përndryshe patjetër në 2029 duhet marrë masa drastike nëse ato nuk përmirësohen. Qëndrojmë tek Tirana. Zgjedhjet e afërta me profesor Kristaq Kumen, pak më parë diskutuam se kur do t'i kemi. Dhe profesor Kumja si njohës shumë i mirë i proceseve, por edhe institucioneve, kishte një skenar që nuk do të presë Rama afatin 2 javor që Velia ka të drejtë të ankimohet në kushtetuese, por mund të informoj presidentin dhe presidenti brenda 48 orëve mund të shpalli edhe datën e zgjedhjeve në Tiranë, pra pa u ezauruar afati 2 javor. Ky është një prej skenarëve të mundshëm. Kjo është e lishme apo është e palishme sipas profesor Kumës? Sipas profesor Kumës, nëse Këshilli i Ministrave, pra kryeministri ja çon presidencës, presidenti brenda 48 orëve duhet të firmos datën e zgjedhjeve, nuk pyet për afate. Se po duket sikur opozita lutet që Erion Velia të çojë kushtetuese të shtyhen zgjedhjet. Jo, e bëra këtë parantezë. Opozita ka 4 muaj që pret zgjedhjet e Tiranës. Kështu që patjetër. E bëra këtë parantezë. Orën parë kur ndodhi. E bëra këtë parantezë për të thënë që jeni vonë me kandidatin zyrtar për Tiranën. Kemi vonë me kandidatin zyrtar. Jemi siç duhet me kandidatin zyrtar, se për herë të parë po hapet mundësia e një trueze dhe bashkimit të opozitës të gjithë spektrit për betejën e Tiranës, edhe në bashkitë e tjera, por mbi gjitha për betejën e Tiranës, sa ajo është më kryesorja. Për të vënë interesat e qytetarit të Tiranës dhe jo interesat ideologjike, politike, individuale, taktike etj. etj. Nëse Partia Demokratike dilte me një emër sot, e kisha rrëzuar mundësinë për një koalicion përtejs djathës dhe të majtës për qytetarit të Tiranës kundër autokracisë së Edi Ramës dhe kundër modelit e Erion Veliaj. Ne patjetër duam të shërnjosim modelin e Erion Veliaj dhe mos instalohen modele të tjera po të ngjashme. Kjo duhet të jetë e qartë për qytetarin e Tiranës. Bashkia e Tiranës për fat keq, prej vitit 2000 ka krijuar një lloj manuali që duke u bërë kryetari i Bashkisë Tiranës, do rrisësh oreksin personal për të bërë njëherë kryetari i partisë dhe më pas kryeministri i Shqipërisë. Dhe për të ngopur këtë oreks, interesi i qytetarit të Tiranës është lënë i fundit dhe është bërë interesi ekonomik, interesi politik, apo trampolina për më lart. Pra krijimi fuqisë ekonomike, politike, mediatike në kurrizë të qytetit Tiranës dhe banorëve të Tiranës. Dhe këtë e shohim sot pas 25 vitesh në urbanizimin që vetëm qyteti Tiranës e ka në gjithë Europën.